Truri është organi më i ndërlikuar i universit të njohur, një rrjet me mbi 86 miliard neurone, i ushqyer nga impulse elektrike, neurotransmetues kimik, oksigjen, glukozë dhe ritëm biologjik. Ai nuk kërkon luks, kërkon ekuilibër, por njeriu modern jeton me një ritëm që shpesh e shkel këtë ekuilibër. Pa e kuptuar çdo ditë, ndërtojmë zakone që dëmtojnë trurin e heshtje. Sëmundjet neurologjike, ankthi, depresioni, humbja kujtesës, lodhja mendore, pagjumësia dhe konfuzioni nuk janë gjithmonë pasojë e fatit apo gjenetikës. Shpesh janë rezultati të armiqëve të përditshëm që e lodhin sistemin nervor gradualisht. Alkooli dhe duhani helm për sinapsat. Mungesa e gjumit, sabotimi vetë trurit. Gjatë gjumit truri pastron veten përmes sistemit limfatik. Toksinat neurodegenerative përfshirë beta amiloidin largohen vetëm gjatë fazave të thella të gjumit. Kur njeriu fle pak orë në orare të shregullta, truri mbetet i ndotur metabolikisht, kortizoli rritet, memoria dobësohet, emocionet destabilizohen dhe rritet rreziku për sëmundje neurodegenerative. Pagjumësia nuk është lodhje, është inflamacion nervor i fshehtë. Mungesa e aktivitetit fizik, truri pa oksigjen, lëvizja rritet qarkullimin cerebral. Kur trupi nuk lëviz, truri merr me pak oksigjen, me pak glukozë të kontrolluar dhe humbet elasticiteti neurologjik. Sheqeri, droga e heshtur e neuroneve. Sheqeri shkakton rritje të shpejtë e insulinës në inflamacionit neurometabolik. Ai dëmton receptorët e insulinës në tru, ul sintezën e neurotransmetuesve dhe rrit stresin oksidativ. Truri bëhet i varur nga luhatja e glukozës, duke krijuar ankth, nervozizëm, mungesë fokusi dhe varësi ushqimore. Nuk është rasti që Alzheimer quhet shpesh diabeti i trurit. Ushqimet ultra të përpunuara, inflamacioni i rrem për qelizat. Këto ushqime përmbajnë yndyrat të oksiduara, aditiv dhe sheqerna të fshehura që prishin mikrobiotën intestinale. Kur zora inflamohet, truri merr sinjale inflamatore dhe toksike, fillon mjekulla mendore, ankthi, depresioni dhe çrregullimi i humorit. Dehidratimi i trurit në mungesë rrymë. Uji është mediumi elektrik i neuroneve, edhe një dehidratim i lehtë ul përqendrimin, shpejtësinë e reagimit dhe memorien. Gjaku trashet, oksigjeni qarkullon më ngadalë dhe truri lodhet shpejt. Dhimbja e kokës shpesh nuk është sëmundje, është etje e trurit. Stresi kronik, zjarri i brendshëm nervor, kortizoli i lartë shkatërron hipokampusin, ul neurogjenezën dhe prish ekuilibrin emocional. Truri mbetet në gjendje alarmi duke humbur aftësinë për qetësi, kreativitet dhe thellim mendimi. Izolimi emocional dhe mungesa e kuptimit, uria e shpirtit. Truri është organ social, lidhja njerëzore, kuptimi, dashuria dhe qëllimi, ushqen neurokimikën pozitive. Izolimi, vetmia dhe humbja e kuptimit rrisin inflamacionin cerebral. Të dashur miq, mirëmbrëma. Uroj që të jeni që gjithë sa më mirë. Sot do të flasim për një temë shumë të rëndësishme. Bëhet fjalë për 8 armiqtë e trurit. Truri është një organ shumë inteligjent, i cili drejton mendimet tona, i cili drejton ëndrat tona, i cili drejton kujtimet tona, dhe pa ato organ ne nuk mund të bëjmë dot. Kemi vendosur për të folur për 8 armiqtë e trurit. Ndonse në dietën e përditshme ne mund të bëjmë zakone të cilat e dëmtojnë atë dhe e inflamojnë. Çfarë do të thotë një tru i inflamuar, çfarë do të thotë një tru i mjegullt, dhe cilat janë këto zakone ose këto armiqtë të cilët konsiderohen me këtë metaforë. Si fillimjer do t'i listojmë specifikisht dhe do të ndalemi se si lidhet edhe brain fog ose çfarë do të thotë tru i mjegullt. Si fillimjer, truri është një organ aq shumë i rëndësishëm sa që specifikohet dhe kategorizohet si një ndër organet më kryesore të sistemit nervor qendror, që pa të ne nuk mund të jetojmë dot as edhe një sekond. Si fillimjer, arsyeja numër 1 ose një ndër armiqtë më kryesor që dëmton trurin, ul kujtesën, ul memorien, janë deficiencat ose mungesat e disa vitaminave dhe të mineraleve, të cilat shkaktohen nga kequshqyerja ose nga konsumimi ushqimeve të procesuara dhe të përpunuara. Këtu të kategorizojmë dhe në kategorinë e parë, si një ndër armiqtë më kryesor të trurit, kemi specifikuar përthithjen ose kemi specifikuar nivelet e pakta të disa vitaminave dhe të mineraleve, ku në krye nuk bën vitamina D, nuk është vitamina D, por është magnezi. Përse është kaq thelbësor magnezi? Tani, duke qenë se truri të gjitha këto brazda të cilat ju shikoni këtu, përse dhe unë kam specifikuar magnezin. Pra kur ne kemi ose konsumojmë gjatë jetës ose gjatë ditëve
ushqime të cilat janë të varfëra me magnez, ushqime të cilat janë të varfëra dhe me minerale të ndryshme, atëherë pa e dashur ne do të bëhemi më shumë agresiv, do të bëhemi më shumë nervozues dhe do të kemi dhe një çrregullim ose pagjumësi. Pra, ulja ose deficiencat, pamjaftueshmëria e magnezit sjell problematika të cilat unë i përmenda pak më parë: nervozizëm, pagjumësi dhe probleme me ankthin, mungesa e magnezit. Ky është minerali më jetik që truri ka nevojë, i cili quhet magnezium. Për çfarë shërben magnezi? Si fillim është kofaktor jo i 300 funksioneve ose parametrave apo reaksioneve enzimatike, por rreth 600 ose 700. Tjetër, truri jon ka disa qeliza të cilat ushqejnë drejt për së drejti neuronet. Këto quhen astrocitet, oligodendriocitet, mikroglia, tanicitet, qelizat ependimale. Kur ne ekspozohemi ose kur ne bëjmë një jetë e cila mund të jetë sedentare ose nuk e lodhim trurin, atëherë neuronet bëjnë të mundur ose neuronet vdesin. Vdekja e neuroneve në tru do të sjellë dhe zhvillim ose një rritje të prodhimit të astrociteve. Dhe sa më shumë astrocite, sa më pak neurone, do të kemi një neuroinflamacion. Dhe magnezi i bën shumë mirë trurit të vogël. Pra, ushqimet e pasura me magnez, të cilat i kemi përmendur shumë herë, duke nisur që nga kakaua, lajthit, arrat, bajamet, avokadoa, lëngu i mishit. Dhe magnezi është shumë esencial për trurin e vogël. Truri i vogël, nëse trupi ka deficienca ose përthithje të pakët të magnezit, shkakton dhimbje të posturës, sepse këtu është edhe medula spinale. Medula spinale është zona ku ndodhet palca e qafës ose palca kurizore, dhe në këtë aks këtu ne kemi bërthama ose nukleuse shumë të rëndësishme ose radikse të rëndësishme, dhe këtu nga pas, në pjesën e pasme të kokës ose në strukturën parieto occipitale, ndodhet truri i vogël, i cili quhet cerebellum. Mungesa e magnezit në trurin e vogël do të sjellë spondilartroza, do të sjellë deviacion të posturës, do të sjellë dhe komprimime të disqeve. Mungesa e magneziumit do të sjellë dhe një tonus të muskulaturës jo shumë të shëndetshëm, do të sjellë një ekuilibër jo shumë të shëndetshëm. Nga ana tjetër, truri i vogël është mjaft esencial për inteligjencën hapësinore. Truri i vogël, i cili në terminologjinë mjekësore quhet cerebellum, përbëhet nga 3 shtresa kryesore: stratum molecularus, stratum purkiniosis, stratum granulosum. Dhe qelizat purkinje, të cilat janë qelizat më të rëndësishme të trurit të vogël, duan patjetër krahas glukozës, duan patjetër dhe minerale: mangan, magnezium, kalium, duan patjetër dhe pak natrium, por magneziumi për qelizat purkinjose ose për qelizat purkinje një trurin e vogël është esencial. Dhe truri i vogël është një ndër ato pjesë të sistemit nervor qendror apo të gjithë trurit në tërësi që do patjetër magnez. Dhe deficiencat e magnezit ose mungesa e magnezit në sistemin nervor parashtrohen me këto simptoma të cilat ne i tham, me pagjumësi, me nervozizëm dhe me ankth. Ndaj, ushqimet e pasura me magnezium janë shumë të rëndësishme për funksionet e trurit të vogël, se që truri i vogël merr pjesë në funksionet e ekuilibrit, në funksionet e tonusit të muskulaturës së lëmuar, në pjesën e rregullimit të posturës dhe në pjesën e rregullimit të lëvizjeve automatike motorike. Lëvizje motorike vullnetshme automatike do të thotë kur unë me këtë libër, unë me këtë stilolaps jam duke shkruar diçka në një flet ose në një fletore. Tjetër, kush është faktori numër 2 që dëmton trurin, ose armiku numër 2 që dëmton trurin? Pagjumësia. Pagjumësia lodh, pagjumësia e tkur trurin. Pagjumësia shkakton reaksione vegetative, që çfarë do të thotë pagjumësia shkakton reaksione vegetative? Pagjumësia bën të mundur aktivizimin e bërthamave amigdaloide, që bërthamat amigdaloide janë të pozicionuara në ekstremitetin anterior të lobusit temporal, dhe bërthamat amigdaloide modulojnë dhe bërthamat e hipotalamusit. Ato janë në ekstremitetin anterior dhe çfarë bëjnë? Nëse ne kemi pagjumësi, atëherë kemi dhe një inflamacion kronik. Inflamacioni kronik shprehet me dhimbje koke, me një mjegullim të trurit, me kujtesë të dobët, me memorie jo esenciale, me nervozizëm.
Këtu kemi pjesën e trurit që nuk fle gjumë. Nëse e shikoni me kujdes, një truri i cili ka një pagjumësi dhe personi abuzon me gjumin, abuzon me oraret e gjumit, trurin e ka më shumë të rudhosur. Këtu kemi pjesët e trurit, korteksin premotorik ose pjesën e lobusit frontal, ky është pjesa lobusit temporal, lobusi oksipital dhe pjesë lobusi parietal, oksipital dhe sulkusi parieto-oksipital, cerebellum, medulla oblongata dhe medulla spinale. Dhe si që shikoni më të theksuar, kjo është pjesa e trurit të madh. Dhe aty ku ka më shumë rudhosje ose atrofik të quhen këto. Pra, pagjumësia atrofon trurin, pagjumësia plak trurin. Ndaj fëmijët duhet kënë shumë kujdes me pjesën e gjumit. Në ekstremitetin anterior, ne përmendëm pak bërthamat e amigdalës. Këtu është ekstremiteti ose pjesa mediale e lobusit temporal dhe pak në fillim ose pak më përpara ndodhen bërthamat e amigdalës ose vet amigdala. Çfarë bën tjetër? Krahas acarimit, nervozizmit, ne her pas here nga pagjumësia kronike përfitohet edhe një reduktim i sistemit glimfatik. Truri nuk i pastron më mirë toksinat dhe kështu mund të ketë një çrregullim në sistemin liquido ose në sistemin cerebellospinal ose cerebrospinal. Këtu kemi ventrikujt, këtu kemi corpus callosum, këtu janë disa regione anatomike dhe gyrus frontalis superioris, gyrus frontalis inferioris dhe këtu janë ventrikujt lateral. Dhe këtu çfarë bëhet? Sekretohet një lëng i cili quhet lëngu cerebrospinal nga plexi koroidal. Dhe kjo nëse këtu zgjerohet, atëherë do të thotë që detoksifikimi i trurit nuk po bëhet dot, sepse dhe truri është organ detoksifikues. Atëherë, këtu janë disa qelizat, të cilat quhen qelizat ependimale, që rrethojnë ventrikujt lateral dhe ventrikujt terciar dhe ventrikujt e katërt, që të cilat janë në zonat inferiore. Dhe qelizat ependimale, pagjumësinë nuk e durojnë dot. Dhe nëse ne kemi një pagjumësi kronike e cila mund të vazhdojë për disa muaj, atëherë ne mund të prekemi dhe nga sëmundje neodegenerative, demenca, nga sëmundje të cilat mund të shkojnë deri tek Alzheimeri. Prandaj kujdes me gjumin, dhe gjumi është ilaçi. Gjumi është medikamenti më i mirë natyror që nuk duhet neglizhuar asnjëherë. Dhe kur trupi ka grip ose kur trupi ka një inflamacion apo kur trupi ka një gjendje të virozës, nuk të thotë që konsumo ushqim, por në ato momente të thotë që trupi duhet qetësuar dhe duhet të flejë. Pra duhet qetësohet i gjithë sistemi nervor, i gjithë sistemi endokrin, i gjithë sistemi hormonal, që trupi të marrë dhe të vlerësoj parametrat e tij. Tjetër, një ndër armiqt që dëmton trurin, kemi përmendur që është shumë e rëndësishme kjo, ushqimet ultra të përpunuara, që këto do të flasim në emisionin tjetër, të cilat do të jenë shumë herë më specifike. Ushqimet ultra të përpunuara në shekullin e 21, që aktualisht jemi ne, janë një ndër, sepse dhe para disa ditësh, jo para disa javësh, Amerika ndryshoi dhe piramidën ushqimore. Patjetër që unë nuk jam pro ndryshimit piramidave, por ajo që më bëri përshtypje dhe ajo që më bëri të mendoj dhe të reflektoj pak ishte se në kategorinë e parë ishin proteinat, pra konsumimi i ushqimeve të cilat janë me burime shtazore dhe patjetër frutat dhe perimet. Nuk duhet të lejojmë kurrësi që fëmijët të zvendçojnë frutat me lëngje artificiale ose me lëngje të cilat janë të përpunuara në mënyrë ultra. Ndaj ushqimet gjithnjë ultra të përpunuara janë pasura me konservant, aditiv, janë pasura me aromatizues, janë pasura me emulsifikator, janë të pasura dhe me akrilamide. Akrilamidet janë procese industriale ose procese të cilat bëjnë të mundur djegjen e karbohidrateve. Përpunohet karbohidrati, që është zakonisht një karbohidrat ose një dekstrin apo një sheqer, pra është një molekull sheqeri, disa molekula tjetër mund të konsiderohet edhe nisë shteje, sheqeri me nisë shten përpunohet dhe në pas bëhen lëndë toksike. Prandaj konsumimi dhe ushqimeve të përpunuara janë tepër toksike për sistemin e të menduarit tek fëmijët. Dhe kjo sjell tek ata përqendrim të pakët të varfër në mësime, përqendrim të pakët në aktivitete të ndryshme, sjell problematika dhe me pjesën e gjumit dhe deri në dobësim të shikimit. Pra konsumimi i ushqimeve toksike dhe të përpunuara sjell problematika deri në
pjesën e shikimit. Sjell dhe një çrregullim tjetër që është një gjendër në tru e cila quhet gjendra pineale ose epifiza. Epifiza është i rrethuar nga një ind glial, është i rrethuar nga një stres shumë e vaskularizuar dhe ushqimet ultra të përpunuara çfarë bëjnë? Dëmtojnë epifizën. Epifiza është në pjesën posteriore të corpus callosum. Këtu është regioni corpus callosum dhe këtu nga mbrapa ndodhet epifiza. Dhe epifiza është shumë afër me buzën mediale të hipocampusit. Epifiza sekreton hormone, bën të mundur sekretimin e melatoninës nëpërmjet reaksioneve enzimatike të triptofanit. Triptofani hidroksilohet, dekarboksilohet, formon serotoninën, acetilohet, metilohet, formon melatoninën. Pra ushqimet ultra të përpunuara çrregullojnë gjendrën pineale, duke qenë se gjendra pineale e merr informacionin nga nukleusi suprakiasmatik hipotalamik ose nga zona e hipotalamusit dhe fotosensorët të cilat çrregullojnë dhe nuk shkojnë siç duhet në gjendrën pineale dëmtojnë dhe gjumin. Prandaj ushqimet ultra të përpunuara dëmtojnë gjumin. Këtu fusin patjetër sheqerin industrial, monosodium glutamatin dhe disa gjëra të tjera që do t'i lëmë në emisionin e ardhshëm. Kush është një armik tjetër që dëmton dhe që plak trurin mund ta quajmë? Është dehidrimi. Çfarë do të thotë dehidrim? Nëse ne konsumojmë më pak se sa 1 litër ujë në ditë, atëherë ne jemi të dehidratuar, që truri nuk mund të bëj dot pa lëngje, që truri nuk mund të bëj dot pa pasur elektrolite. Elektrolitet zakonisht janë minerale që ne na duhen, duke nisur nga kaliumi, nga magneziumi, nga kalciumi, duke nisur dhe deri tek mineralet e tjera si lici, bori, mangani, vanadiumi. Por dehidrimi ose varfërimi i lëngjeve gjatë ditës do të sjellë një tru jo të shëndetshëm, do të sjellë një tru të ngadalt. Prandaj, mungesa e dehidrimit ose mungesa e lëngjeve do të sjellë dhe problematika me hipocampusin, me kujtesën. Hipocampusi është qendra kryesore e memorjes dhe hipocampusi është qendra kryesore dhe e vëmendjes. Pra kur ne marrim një informacion, ai kushton shumë vëmendje që ne atë informacion ta memorizojmë. Dhe hipocampusi ndodhet në ekstremitetin medial të lobusit temporal. Hipocampusi nga ana tjetër, çfarë është? Këtu kemi një foto shumë të bukur që nëse ne duam që të përmirësojmë kujtesën, nuk mund të marrim kot vitamina, por duhet të shikojmë mirë sa hidratohemi, sa lëngje konsumojmë gjatë ditës. A konsumojmë siç duhet frutat, a konsumojmë siç duhet perimet, a konsumojmë siç duhet ujë. Pasi njoh dhe njerëz të cilët konsumojnë më pak se sa 1 litër ujë në ditë, ndërkohë që sistemi i tretës vet kërkon gati rreth 2 deri në 3 litra, vet lëngjet biliare, të cilat formohen në sistemin retikuloendotelial nga denatyrimi i ndryshëm i grupeve aminike, karboksilike ose sekrecione biliare, të cilat zakonisht brenda kanë dhe bilirubinën, e cila bilirubina formohet nga shkatrimi i sistemit në sistemin retikuloendotelial të eritrociteve. Eritrocitet denatyrohen dhe nëpërmjet disa reaksioneve, të cilat quhen biliverdin hemoksigjenaz, biliverdina, bilirubina formohet dhe ky komponent i cili quhet bilirubina më pas konjugohet me acidin glukoronik dhe pastaj derdhet në zorën e hollë, ku është edhe ionizuar. Pra, lëngjet biliare që derdhen në duoden pas ushqimit janë rreth 1 litër, ndërsa lëngu pankreatik që derdhet në pjesën e duktusit pankreatik hapet sfinkteriodit dhe patjetër që ai është dhe 1 litër. Pra nëse ne varfërohemi nga lëngjet, atëherë truri çfarë mund të bëj? Do të kemi dhimbje kockash, do të kemi dhimbje artikulacionesh, prandaj kur ne kemi dhimbje, atëherë të bëjmë një pyetje se sa ujë konsumojmë dhe se sa hidratohemi, se sa i hidratojmë qelizën. Hidratimi duhet 2 litra ujë në ditë apo 2.5 litra ujë në ditë. Unë jam më shumë te 2 litra ujë në ditë dhe shumë persona mund ta kenë vetë prioritet konsumimin e ujit, pasi nuk mund thuash 4-5 litra ujë në ditë sepse dëmtohen dhe veshkat. Por 2 litra ujë në ditë janë sasi më se mjaftueshme për një person të shëndetshëm. Dhe kujdes edhe fëmijët nëse konsumojnë ushqime të paketuara dhe konsumimin e lëngjeve duhet ta kenë adekuate dhe duhet ta kenë prioritar dhe në qendrën e vëmendjes. Dhe uji i mjaftueshëm ose hidratimi i mjaftueshëm hidraton dhe jep
energjinë e dur trurit, sepse është një masë vajore dhe duke qenë se është një masë vajore trurit, duke qenë se është një masë vajore, i duhen patjetër dhe lëngjet e duhura, mineralet e dura. Prandaj jo ujërat paketuar dhe jo ujërat cilat nuk janë me minerale. Dhe kur të merrni ujë, të paktën mund të lexoni pak a shumë etiketat, nëse ka minerale ose nëse ka dhe anione. Anione, katione, që te anionit ne fusin klorin. Edhe prezenca e klorit tek ujë është e rëndësishme. Kush është edhe një faktor tjetër, konsumimi i alkoolit edhe i duhanit. Këtë duhet ta dim që të gjithë që alkooli dhe duhani plak trurin. Alkooli dhe duhani janë një ndër faktorët më kryesor që nuk është se vetëm plakin trurin, por rrisin edhe mundësinë për strok, rrisin mundësinë edhe për hemoragji, rrisin mundësinë edhe për aksidente cerebrovaskulare, rrisin mundësinë edhe për të patur tromboza të ndryshme intrakraniale, rrisin edhe mundësinë për të patur problematika jetike deri tek shfaqjen e karcinomave ose të neurokarcinomave të ndryshme, të glioblastomat, astrocitomat, neuroshfangiomat, apo problematika të ndryshme të cilat rrezikojnë dhe jetën e pacientit. Glioblastoma është një tumor në tru që është tepër i rrezikshëm, ose astrocitomat janë tepër të rrezikshme, por glioblastomat nuk kanë as trajtim me kimioterapi dhe as trajtim me radioterapi. Dhe kozjatja e jetës pacientit është deri diku e shkurtër, më pak se 1 vite ose 1.5 vite. Prandaj jo duhan dhe jo alkool. Tjetër, një faktor tjetër që e kemi dhe këtu është sheqeri. Sheqeri industrial që e dëmton trurin, e plak trurin dhe dëmton atë që quhet edhe ato që quhen dhe neuronet. Neuronet e dim gjithë që janë qelizat që komunikojnë me zonat të ndryshme të trurit. Në këtë zonë këtu është pjesa e gyrus frontalis inferioris. Ne me këtë zonë bëjmë të mundur pjesën e fjalëve, pra flasim. Dhe kjo këtu me anë të pars triangularis opercularis dërgon informacion me anë të fasciculus arcuatus në lobulus parietalis inferior. Lobulus parietalis inferior ka 2 mini zona të vogla të cilat quhen gyrusi supramarginal dhe gyrus angularus, të cilat këto perceptojnë dhe kuptojnë motorikën ose procesin motorik të artikulimit që gyrus frontalis inferioris i ka dërguar me anë të disa fijeve elektrike që quhen fasciculus arcuatus, lobulus parietalis inferioris, dhe këto nëse ne i dëmtojmë me sheqer, pa gjumësi, mos bërjen e aktivitetit fizik, ushqime ultra të përpunuara, alkool, duhan, atëherë dhe personi nuk mund të ketë një artikulim të shëndetshëm. Pra, duhet kemi kujdes edhe nga pjesa e alkoolit dhe e duhanit, sepse këto e dëmtojnë trurin. Do të përmend edhe një faktor tjetër, mos kryerja e aktivitetit fizik. Nëse ne nuk bëjmë aktivitet fizik, atëherë dhe truri jon me kalimin e kohës plaket dhe një ndër gjimnastikat më kryesore të trurit është leximi. Sado që ne të marrim omega 3, sado që ne të marrim multivitamina, sado që ne të marrim minerale, sado që ne të marrim vitaminat, suplementet më të rëndësishme që ka bota ose që ka ruzulli toksor, nëse ne nuk se truri është si një mas sfungjeri, atë duhet ta shtrydhim sa më shumë që të shtohet dhe një faktor i cili quhet faktori neurotrofik cerebral ose BDNF-ja. Sado që ne të bëjmë këto gjërat e tjera, nëse nuk shtohet faktori esencial neurotrofik, nëse nuk ka neuroplasticitet, nëse nuk plotësohet ose nëse nuk funksionon siç duhet mitofagjia, autofagia, atëherë mitokondrit e neuroneve, ose astrocitet, oligodendriocitet zakonisht, të cilat bëjnë të mundur do të kalojnë pak të imazhit të trurit, se sa e rëndësishme është leximi dhe se sa e rëndësishme është edhe pjesa e të parit një libër për ta lexuar, sepse stimulon prodhimin e qelizave të reja, kryesisht të oligodendriociteve ose qelizat oligo. Këto qelizat ç'a bëjnë? Veshin mielinën. Mielina vesh aksonet që të dërgohet elektriciteti ose që të dërgohet impulsi elektrik ose inputi elektrik. Zakonisht oligodendriocitet janë tepër thelbësore për të veshur edhe një herë tjetër aksonet, që aksonet janë kudo dhe dërgojnë informacionin elektrik nga një neuron në neuronin tjetër. Dhe aksonet janë edhe në sistemin nervor periferik. Pra janë sistemi nervor që shtrihet deri tek ekstremitetet e sipërme dhe tek ekstremitetet inferiore, superiore dhe inferiore. Dhe kujdes, oligodendriocitet fuqizohen dhe kolonizohen kur ne lexojmë.
Nuk ka gjë më të shëndetshme se sa aktiviteti fizik, gjumi i shëndetshëm, hidratimi i duhur dhe agjërimi. Këto janë disa nga gjërat më të rëndësishme që truri do, ndërsa pjesa tjetër janë armiqtë e trurit dhe ato plakin trurin, nervozojnë trurin, agjitojnë trurin dhe bëjnë trurin që të jetë më dembel. Gjimnastika më kryesore e trurit është leximi. Nga unë miq, Luciano Bardhi ju uroj një natë të këndshme dhe gjumë sa më të ëmbël.